së katërtë, së bashku me të gjithë udhëheqësit dhe vendet që janë këtu sot, ne kemi filluar që të krijojmë një arkitekturë të re sigurie për Ukrainën, por edhe për të gjithë Europën, dhe besoj që të gjithë që janë këtu e dinë që tashmë ka ardhur koha që të marrim disa hapa praktik. Së pesti, SBA-ja, presidenti Trump dëshiron të jap fund luftës dhe ne duhet vazhdojmë të bashkëpunojmë së afërmi me presidentin Trump dhe të qëndrojmë të bashkërënduar sa më shumë që të jetë e mundur, sepse mbështetja e SBA-s është thelbësore, mbështetja e Amerikës është e domosdoshme, dhe duhet patjetër është e rëndësishme që të punojmë së bashku që kjo gjë të arrihet. Dhe për këtë arsye, unë do t'ju mbaj të informuar për gjithçka që do të ndodhë sot në Stamboll dhe nëse do të ketë ndonjë shans që delegacioni rus të marrë hapat e duhur për t'i dhënë fund vrasjeve dhe për t'i dhënë fund luftës. Faleminderit edhe një herë Edi për